Sot jemi duke protestuar pas asaj që kemi negociuar. Kërkesat tona kanë qenë që nga fillimi i vitit për ngritje të pagave. Atëhere, kur është ngrit çmimi i energjisë elektrike për 16%, por jo edhe paga tona. Faktikisht, ne e dim prodhimin e energjisë elektrike, punëtor të Kekut prodhojnë, e ketë si e kesko bohet milioner. Këta nuk e dëshirojmë dhe nuk do të lejojmë. Punëtorët e korporatës energjetike të Kosovës, si rezultati rrezikshmërisë që japin çdo ditë 1% të stafit përafërsisht, vdesin nga smundjet profesionale që ne dyshojmë që i marrin ato. Kush ma shumë se na meriton pagën e 13? Derisa kërkesa për ngritje të pagave është e kahmotshme. Paga nuk është ngrit. Në gjithë sektorin publik e kemi pa një rritje të pagës edhe në korrekt, por jo edhe për punëtorët e Kekut. Thanë që kësaj radhe nuk po mundmi, po javjapëm një bonus. E pranuam, por u dakorduam që në fund vetë të ndodhë kjo. Në fund vetë nuk po ndodhë asgjë. Deri mbrëm kemi negociuar dhe jemi takuar me bordin dhe menaxhmentin e Kekut. Nuk afruan asgjë. Arsyeja është e thjeshtë. Keq planifikimi i tyne, performanca e dobët e tyne, nuk është faj i këtyre punëtorëve që sot e shprejnë pakratësi këto. Po ta këqësh se cilin punëtor këtu, se cili prej tyne sfidan për të prodhuar dhe performanca e tyne është shembullore. Prandaj, ne nuk jemi fajtor për atë se çka ka ndodhur në këtë vit. Prandaj nga këtu, po i bëjmë thirrje Kekut, ta hapin kuletën, sepse ne e dim që korporata energjetike e Kosovës e ka mundësin të bëjnë ngritjen e pagave. Prandaj edhe ne kërkojmë. Kërkesa tjetër është ne e dim sigurimin fizik e kanë kthy në kompanitë e Kekut. Kur ja u kanë dhënë operatorëve ekonomik, ja u kanë dhënë 2.7 milioner në vit, ndërsa punëtorëve tash që i kanë kthy, edhe po lavdrohen e po thonë që siguria është shumë e madhe, e pajtohemi edhe na, ama këtyne po javjapin vest 1.800.000 euro. Kështu që për këta ne kërkojmë nivelizim të pagas krahas të gjithë punëtorëve të Kekut. Ne sot jemi këtu, duke dëgjuar premtime për gjithë sektorin publik, që paguhen nga taksa paguesit e Kosovës, që paguhen nga djersa jonë, që marrin pagën e 13. E mos t'i japsh punëtorit Kekut pagën e 13, është ma shumë se e turpshme. Prandaj, ne sot po e shprehim pakënaqësinë në këtë formë, po nuk do t'jetë gjithë herën në këtë formë. Nuk do t'jemi kaste qetë herave tjera, sepse tek e fundit, kompania nuk është të këtyne këtu. është të gjithë punëtorëve të Kekut e gjithë Kosovës. Derisa na jem drita e Kosovës, jemi aseti kryesor i Kosovës, për shkak se pa neve nuk ka zhvillim ekonomik, pa neve nuk ka buxhet 3-4 miliard euro, pa neve nuk ka zhvillim ekonomik. Po e shohëm, 1 megawatt energji elektrike Keku të Keci e shet 29 euro gjys. Kurse Keci të qytetarët e shet 120 euro e ma shumë. Djersa jonë po keq përdoret. Prandaj,
Nga këtu, ju bëjmë dije që për vetë se e merë në kitë çmim folas, si rezultat i dobësisë së menaxhmentit e Kekut, keskon a i ka bërë që rreth 80 milion euro. Kush është prapa tyne? Kush lunë me pjesën e punëtorëve? Këta janë hajnat! Ne sot ju bëjmë dije që nga këto do të marrëm vendimet e tjera. Me këtë mas të punëtorëve të cilë pjesën tjetër e kemi lanë me prodhu. Asë njëherë si sindikat nuk e kemi dëmtu qytetarin e prodhimin e energjisë elektrike. Ama nuk mund të qëndrojmë gjithë. Duhet edhe ne të kërkojmë për veten. Prandaj ju bëj thirrje çdo institucioni, menaxhmentit Kekut, bordit Kekut, të realizon kërkesat e asetit kryesor. E aseti kryesor janë këta punëtorë, se nuk është mirë vetëm të biesh në kek, e mos t'ja plotësosh standardin, e mos t'ja plotësosh pagën, e mos t'ja plotësosh ato çka i takon me ligj. Ne kemi shumë lanë në për gjykatë. Njëra ndërto është pagesa e vikendeve për punëtorët me ndrrime. Mere me men kemi fitu me gjykatën themelore, me gjykatën e apelit, me gjykatën supreme, me gjykatën kushtetuese. Prap Keku po del maj fuqishëm dhe nuk për respekton këtë drejtë ligjshme të punëtorëve të Kekut. A thua pse bëm kështu? Unë jam i bindun që dikush qëndran brapa saj. Për arsye se në përgjykat po duhet pagujmë padi, po duhet pagujmë seanca, po duhet pagujmë kamata, po e dim që po humbëm dhe prap nuk po e respektojmë këtë drejtë të punëtorit. Kjo është keq menaxhim. Sot ku marrë, unë jam Arben Plana, kryetari i sindikatës Kostit, ka marrë mja këty kryetarit edhe sindikatës së Kekut, Argatin, cilin nga ka përkra gjatë 3 protestave që kena zhvillu në Kost dhe kemi hi drejt greves. Mirë po, menaxhmenti dhe ndërmjetësimi ligjor ka fillu për shkak se nuk e mujt me hi greve. Jemi prag finales, jemi prag fitores së madhe që t'i rritëm pagat. Jemi përfitore sepse jemi qëllu të bashkuar dhe bashkimi ka arrit mu bo me vjuve punëtor të Kostit dhe Kekut. Kryetarit i kisha po apel që protestën e radhës ose greve ta bëjmë bashkë. Përkraje 2 parve edhe ka përkraje dhe i maksimum. Faleminderit. Me qenë se jeni ju prezent, kisha dashur që protesta e punëtorëve të Kekut të mos politizohet. Shumë herë mramje, shohëm analista edhe njerëz saktun nga politika, tek partive politike. Nuk po du më marrë me asnjë hiç. Flasin në emën të Kekut, nuk e din bazën elementare, qa është miniera edhe eskavatori. Nuk e din as qa është turbina e as generatori. Nuk e din as rrijet e soj përballon energjinë elektrike. Shumë herë flasin edhe në emën të klasës punëtore. Marrë do të mjarë. Unë neve si sindikat na erdhë mirë vendimin e fundit qeverisë për pagën minimale 500 euro. Po ashtu edhe për rrogën e 13, për punëtor edhe shërbim civil, për gjithë. Të gjithë ta punëtor të Kekut, që ja zdritën fytyrën Kosovës, pagën bazë mesatare e kanë veç 750 euro. Do më thonë, me ligjin e paga një janar këti viti, mas një muje, 80.000 punëtor në Kosovë dhe ta bëzojnë të drejten e ngritjes pagav përveç punëtorëve të Kekut, të cilët e azdritin fytyrën Kosovës janë barës zhvillimit ekonomik. Të gjitha shtyllat e Kosovës, të gjitha ministrit, e në fund vitit nuk e kanë bilancin e prodhimit të energjisë elektrike
që jena afer 4.000 punëtorve, tu e ditë që punëtor tojnë punojnë me pajisje viteve 70 dhe viteve 80. Na i njëm njerës të caktun që filozofojnë për arritjet më dhoja në Kosovë. Sa i përket energjisë, krejt këto na i kemë trashëgu. Asni blok i ri nuk është ndërtu mas luftës Kosovë. Këto që i kemi kanë riparu pjesërisht, si dhe është ble një pjesë e tokës ka hodja të vazhdu për shqipitull dhe fshatin si bëvs për me nxjerrë qymyrin për termoelektronat tona. Le që nuk na ngritin pagat, po menaxhmenti i Kekut nuk e respekton as ligjin për punëtor, për fundjavë që punojnë me ndrime. Para 3-4 vjetëve i kemi pas disa drejtora që sot nuk janë, edhe shumë mirë që nuk janë, na patën thonë edhe na patën premtu. Nëse një punëtor i merr me gjykat, parët për ndrime, kena më javë dhonë gjithë punëtorëve të Kekut. Vallai na kanë rajt, se nuk kanë ndërvëd ashtu. Ju që punon një ditë e natë për t'i dhënë dritë Kosovës, unë mund t'ju informoj se mbrëm kam qenë me në gjatin kryetarin e negocim, dhe ata kanë kërkuar nga ne të heshim dorë nga protesta. Mirë po ata nuk e kanë ditë që për balë veti, kanë sindikalista uragan që nuk lëvizin nga qëndrimit e tyre për ngritjen e pagave për të drejtat e këtyre punëtorëve. Prandaj, edhe nga këtu ju themi, ne nuk i ndalim protestat, ne nuk zbrapsemi, ne jemi në të drejtën tonë, ne duam ngritjet e pagave sepse edhe ne kemi dignitet, edhe ne mbajmë familje, edhe ne ju përshtatemi rreziqeve më të mëdha se këtë punëtorët e Kosovës. Prandaj, më lejoni që t'ju bëj apel institucioneve të Kosovës, bordit Kekut, menaxhmentit të reflektojnë dhe shumë shpejt të na thirrën në negocim në mënyrë që të ulemi dhe të zgjidhim këto probleme. Në të kundërtën, protestat dhe grevat nuk do t'i ndalim. Këto janë e drejtë sindikale, e drejtë e punëtorëve të korporatës energjetike të Kosovës. Prandaj, të bashkuar, ne nuk do të ndalemi. Atyne do t'ju themi një moment mjaft. Atyne do t'ju themi shumë shpejt se do t'ju largojmë nga këtu nëse nuk i rritin pagat për punëtorët e Kekut. Ju faleminderit shumë. E dim se kësaj radhe kemi thirrë një protestë simbolike. E dim se kësaj radhe është një protestë e organizuar shpejt. Sepse kena pas edhe një premtim që do të kemi diçka në fund vit. Por herën tjetër, ju kërkoj të gjithë juve që sindikata kur të thret protestë, asnjëherë nuk thret protestë të jashtëligjshme. Pra e kemi të drejtën unike për standardet dhe jetën tonë. E kemi të drejtën unike për ngritjet e pagave. E kemi të drejtën legjitime për pagesë në fundjavë. E kemi të drejtën legjitime për pagesë të rrezikshmërisë. Prandaj, në protestën e radhës, kur atëherë të marrëm vendim, në rast se nuk ka negociat, në rast se nuk ka asgjë për punëtorët e Kekut, ne do të vazhdojmë dhe nuk do të ndalmi, ashtu si nuk jemi ndalë deri me tani, derisa të realizojmë qëllimet tona. Ne jemi kanë shumë të vetëdijshëm gjatë gjithë kohës, por këta nuk kanë kuptu me fjalë. Jemi pajtu edhe me gjëra të dhimbshme që asnjë prej nesh nuk jemi kanë të kënaqur, sepse thoshin që po presëm në ditë më të mirë. Ne nuk jemi fajtorë që nuk ju ndodhen ditë më të mira këtyne. Nëse nuk din me menaxhu, le të shkojnë nga këtu, se nga ky mes ku jemi na ka shumë më të mirë. Prandaj, faleminderit për pjesëmarrjen, për protestën e radhës do t'ju njoftoj me kohë. Faleminderit.
knaqë që me kamerë. S'ka knaqë që të vëllohë mirë me kamerë. Solide kush